Shtatzania e dytë e Emily Harper po shkonte pikrisht ashtu siç kishte shpresuar. Por kur filloi lindja diçka shkoi tmerrsisht keq, duke vënë në rrezik serioz jetën e saj dhe të foshnjës. Dhe pikrisht, kur dukej se të gjitha shpresat kishin humbur, burri i saj Daniel bëri diçka që askush nuk e priste. Ai mblodhi një valë dashurie dhe besimi duke kërkuar një mrekulli në një moment dëshpërimi të thellë. Ky është tregimi i shpresës që lindi 2 herë. Daniel dhe Emily ishin të emocionuar kur zbuluan se do të kishin një fëmijë të dytë. Ata kishin provuar për më shumë se një vit. Djali i tyre Liam kishte kërkuar një vëllat të vogël për muaj të tërë. Edhe pse gjinia e foshnjës ishte qartësisht e dukshme në ultratingull, Emily i kërkoi mjekut ta mbante si surprizë. Në vend të kësaj, mjeku e shënoi atë në një copë letre të vogël dhe ja dha asaj. Jo shumë kohë më pas, një mik u bëri atyre një festë të ëmbël për zbulimin e gjinisë. Kishte ëmbëlsira, dekorim edhe një tort. Kur erdhi koha, balonat të ngjyrë vjollce dhe roz u ngritën lart dhe të gjithë duartrokitën e qeshën. Ishte një vajzë, por askush nuk ishte më i emocionuar se Danieli. Ai përqafoi Emilyn dhe Liamin fort. Lotët i rridhnin në fytyrë ndërsa merrte frym thellë. Ai do të kishte një vajzë. Mund të shihje se sa shumë do të thoshte kjo për të. Gjithçka gjatë shtatzanisë ishte e qetë dhe normale, por gjërat ishin gati të merrnin një kthes të papritur dhe të tmerrshme. Ndërsa data e lindjes së Emilit afrohej, ajo dhe Danieli përfunduan së rregulluarit çerdhen. Ata kishin gati krevatin e foshnjës, blen rroba dhe pelena për foshnjë dhe madje shtuan disa nga lodrat e vjetra të Liamit. Ata ishin vetëm 10 ditë larg nga lindja e planifikuar. Emily ndihej rehat. Ajo e kishte bërë këtë një herë më parë dhe ndihej gati për të përsëri. Pastaj gjatë javës së fundit diçka ndryshoi. Një mëngjes ajo u zgjua me ngërçe të lehta. Nuk dukej si një gjë e madhe, por ajo dhe Danieli vendosën të shkonin në spital vetëm në rast. Ndërsa mjeku po kontrollonte, kontraktimet u përshpejtuan shpejt dhe pa paralajmërim. I ran ujërat. Atëherë gjithçka filloi të shkonte keq. Emily paprit mas u ndjej trullosur dhe me stomak të sëmur krejtësisht ndryshe nga ajo që kishte përjetuar me Liamin. Vajza e tyre e vogël qartësisht po vinte herët, por brenda pak minutash. Emily u rrëzua pikrisht para mjekut. Zemra e Danielit gati sa nuk ndaloi. Ai nuk e kishte parë kur atë kështu më parë. I u lut ekipit mjekësor të shpjegonte se çfarë po ndodhte, por edhe ata dukeshin të tronditur dhe askush nuk kishte përgjigje reale. Pulsi i saj po binte, presioni i saj i gjakut arriti në 0, lëkura e saj u bë zbet dhe e kaltroshe. Brenda sekondave stafi e futi atë me shpejtësi në sallën e operacionit urgjent. Danieli vrapoi pas tyre, mezi në gjendje të mendonte qartë. Brenda sallës së operacionit, si Emily ashtu edhe foshnja u lidhen me makina. Pastaj erdhi një goditje tjetër. Edhe shenjat vitale të foshnjës po binin. Danieli u ndjej ftohtë krejt, sikur ajri ishte thithur nga dhoma. Ai qëndroi aty i ngrirë, i bllokuar në atë që i dukej si një makth nga i cili nuk mund të shpëtonte. Emily kishte pësuar një emboli të lëngut amniotik, një gjendje e rrallë dhe rrezikshme ku lëngu amniotik rrjedh në qarkullimin e gjakut të nënës, duke bërë që zemra dhe mushkrit e saj të ndalonin papritmas. Ajo u fut me shpejtësi në një pjesë tjetër të njësisë së lindjes për kirurgji urgjente. Danieli provoi gjithçka për të shkuar me të, duke u lutur përmes lodhëve, por stafi mjekësor nuk e la të hynte. Gjithçka që donte ishte të qëndronte pranë saj. Jo shumë kohë më pas, një mjek doli për të folur me të. Danieli mezi merrte frym. Duart i dridheshin ndërsa përpiqej të përpunonte fjalët. Nëse Emily mbijetonte, ajo mund të mos ishte më e njëjta. Ju duk sikur dyshemeja ra poshtë. Ai donte të bërtiste, të godiste diçka, të bënte që e gjitha të ndalonte, por në vend të kësaj ai rrëshqiti në dysheme, duke shtypur kokën kundër murit ndërsa qante. Ai e dinte se duhej të qëndronte i fortë, por asgjë nuk mund të kishte përgatitur për këtë. Brenda sallës së operacionit, gjërat po përkeqësoheshin. Trupi i Emilit nuk po reagonte dhe mjekët bën zgjedhjen e dhimbshme për të zhvendosur fokusin e tyre në shpëtimin e foshnjës. Shanset e saj për mbijetesë ishin më të larta. Ndërkohë Danieli ecte në korridor para mbrap pa pushim. Minutat zvariteshin, gjithçka që kishin planifikuar, gjithçka që kishin shpresuar, gjithçka varej në një fill. Ata nuk kishin zgjedhur asnjë emër ende. Ata donin të prisin derisa ajo të lindte.
Pastaj një mjeku shfaqe në fund të korridorit. Një shikim në fytyrën e tij dhe Danieli tashmë e dinte. Lajmi ishte i keq. Mjeku i tha butësisht se gjendja e Emilit ishte kritike. Shpëtimi i saj tani do të kërkonte një mrekulli, por foshnja e tyre ishte ende duke u mbajtur dhe ata po bënin gjithçka të mundshme. Danieli u tha se do të takojë me vajzën e tij së shpejti. Kur mjeku u largua, Danieli thjesht u ul aty, i mpir. Vetëm një orë më parë, ai dhe Emili kishin hyrë për atë që mendonin se ishte një kontroll normal. Tani ati po i kërkohej të përballej me të pa imagjinueshmen. Por thellë brenda, ai nuk ishte gati të hiqte dorë. Nëse vajza e tyre ishte ende duke luftuar, ndoshta Emili gjithashtu mundej. Danieli filloi të telefononte të gjithë familjarët, miqt, këdo që e donte Emilin. Një nga një, ata mbritën në spital. Dhoma e pritjes u mbush shpejt me njerëz që kujdeseshin. Ai u tregoi atyre gjithçka dhe kërkoi një gjë, të luteshin për Emilin. Ky ishte gjithçka që ata mund të bënin tani. Ndërsa mjekët provonin një procedurë të fundit të dëshpëruar, Danieli dhe të gjithë ata që ai donte u kapën pas shpresës dhe u lutën për një mrekulli. Për fat të mirë, vajza e tyre lindi e shëndetshme. Ajo ja kishte dalë. Kur Danieli më në fund e mbajti në krah, qeshi e qau në të njëjtën kohë. Në atë moment, ai e dinte saktësisht se si ta emronte atë. Shpresë, hop. Por edhe ndërsa e përgëdhelte në krah, zemra e tij ishte e rënduar nga frika për Emilin. Rreth një ore më vonë, një mjek u kthye me një përditësim. Emili ishte përgjigjur përpjekjes së tyre të fundit për ta ringjallur. Pulsi i saj ishte ende i dobët, por ajo po merrte frym përsëri. Askush nuk mund të thoshte se çfarë do të sillnin orët në vijim, por mjeku premtoi se po bënin gjithçka që mundnin për të mbrojtur trurin dhe trupin e saj. Danieli u kap fort pas të dashurve të tij. Ata sapo kishin kaluar momentin më të keq të jetës së tyre, dhe tani ai ndjeu një shkëndijë të vogël shprese për çdo gjë që kishte përpara. Mjekët paralajmëruan se 12 orët e ardhshme ishin thelbësore. Emili duhej të vazhdonte të luftonte. Me leje të veçantë, Danieli solli foshnjën shpresë në spital për të parë nënën e saj. Ai mori butësisht dorën e Emilit dhe u përkul afër. Të dua, pëshpëriti ai. Ajo është këtu dhe po të pret. Pastaj edhe më butë, ai shtoi. Nëse ke ndonjë forcë të mbetur, të lutem, lufto për ne. Ajo që pasoi ishte një nga pritjet më të gjata që Danieli kishte duruar ndonjëherë. Miq dhe familja qëndruan pranë tij në spital duke u kapur pas çdo përditësimi, duke u lutur për një shenjë. Pastaj, orë më vonë, një infermiere hyri në dhomën e pritjes dhe thiri emrin e Danielit. Ajo i tha atij ta ndiqte shpejt. Zemra e tij rrihte ndërsa ai nxitoi nëpër korridor, i ndarë midis frikës dhe shpresës së brisht. Kur arriti, hyri brenda, ngriu. Sytë e Emilit ishin hapur dhe kur ajo e dalloi atë, një buzëqeshje zbet dhe e lodhur u përhap në fytyrën e saj. Edhe ekipi mjekësor ishte i tronditur. Sistemi i saj nervor po reagonte më mirë se sa kishte guxuar të besonte ndokush. Ajo nuk kishte dalë ende nga rreziku. Një tjetër operacion ishte ende përpara, por në ato moment Danieli pa diçka që nuk e kishte lejuar veten ta besonte, një të ardhme me të, një rrugë përpara. Ai incitoi të merrte foshnjën shpresë dhe për herë të parë vendosi butësisht në krahët e Emilit. Ne do të presim kur të zgjohesh, pëshpëriti ai. Lëvizjet e Emilit ishin të vogla, por në moment që ajo ndjeu vajzën e saj, diçka në të ndryshoi. Sytë e saj u zbutën, fytyra e saj ndryshoi. Ishte sikur kishte gjetur një arsye për t'u kapur. Ajo u kthye përsëri në operacion dhe Danieli mund të ulej, të mbante pranë dhe të priste. Më në fund operacioni përfundoi dhe kundër të gjitha gjasave gjendja e Emilit ishte stabilizuar. Edhe mjekët e quajtën atë një mrekulli. Danieli u shemb, i raskapitur dhe i mbi ngarkuar me lehtësim. Ai nuk mund të ndalonte se qari. Vetëm 24 orë pasi u hoq nga ventilatori, Emili filloi të merrte frym. Danieli ishte pikërisht aty, duke ndihmuar atë të mbante vajzën e tyre përsëri. Kur shpresa hapi sytë e saj të vegjël dhe shikoi nënën e saj, lotët mbushën sytë e Emilit. Danieli qau gjithashtu, por kësaj radhe nuk ishte nga frika, ishte gëzimi i pastër i bukur. Ai kishte gruan e tij përsëri.
Rimëkëmbja e Emilit dukej si diçka përtej asaj që dikush mund ta shpjegonte. Dashuria e vajzës së saj të porsalindur, mbështetja rreth saj, i dhan asaj forcë kur gjithçka dukej e humbur. Sot Emily, Daniel dhe foshnja Shpresë janë së bashku, një kujtesë se sa i fortë mund të jetë shpirti njerëzor dhe sa e fuqishme është dashuria vërtet. Historia e Emilit dhe Danielit është një dëshmi prekëse e fuqisë së besimit dhe lidhjes familjare përballë rreziqeve të jetës. Embolia e lëngut amniotik është një nga urgjencat mjekësore më të rralla dhe më fatale. Vjetesa e Emilit dhe lindja e Shpresës shërbejnë si një kujtesë mrekullive që ende mund të ndodhë. Tani ju pyesim juve, a keni ndëgjuar ndonjëherë për histori të ngjashme ku dashuria dhe vullneti i fortë te i kalojnë parashikimet mjekësore? Dhe çfarë do të bënit ju nëse do t'ju kërkoj të merrnit një vendim kaq të tmerrshëm si ai i Danielit? Ju lutemi, ndajeni mendimin tuaj në komente.